Që nga viti 1982, 18 prilli shënohet si dita ndërkombëtare e monumenteve dhe siteve. Gjakova është një qytet me një histori të lartë shekullore, prej të cilës kanë mbetur shumë objekte që tregojnë për jetën që u zhvilluan në këtë qytet. Kulla e Abdullah Pashdrenit, Xhamia e Hadumagës, Teqja e Bektashinjve, Hani i Haraqis, Muzeu etnografik e Qarshia e Madhe janë vetëm disa nga monumentet kulturore e historike që i shtojnë bukurinë qytetit të Gjakovës. Ky qytet mban me krenari epitetin se një ndër qytetet me trashëgimi të ruajtur e të rënjosur në monumente të shumta historike, kulturore e siteve që posedon. Ura e Fshajt, zonë mbrojtur natyrore në kanjonin e Drinit të Bardhë, me karakter gjeomorfologjik, është një nga monumentet më të vizituara në Gjakovë nga vendas e turist. Një tjetër monument në Gjakovë, ku ruhen me fanatizëm disa prej copëzave të kulturës së lashtë të Gjakovës, është dhe Muzeu etnografik. I vendosur në qendër të qytetit, Muzeu etnografik është një monument i trashëgimisë kulturore me histori të vjetër, i ndërtuar në vitin 1810. Sahat Kulla, e ndërtuar në shekullin e 18, ka shërbyer si pikë referimi për banorët e qytetit, jo vetëm për funksionin e matjes së kohës, por edhe si simbol që edhe në ditët e sotme ruan identitetin dhe trashëgiminë kulturore të qytetit.